4.800 tonazhi të rënd betoniere janë shkrumbur nga flakët mëngjesin e së premtes rreth orës 2:30 në zonën e Dukat Fushës. Policia dhe forcat zjarfikse pas sinjalizimin bërritën menjëherë në vendin e ngjarjes. 4 betoniere të cilët ishin të parkuara pikërisht në kantierin e ndërtimit mbrapa krave të mi janë shkrumbuar thuajse totalisht. Ndërkohë që grupi hetimor i policisë i stacionit të policisë Orikumit është duke u marrë me këshyrjen e kamerave të sigurisë për të parë nëse zjarrvënia ka qenë e qëllimshme apo ka qenë një shkëndijë elektrike e cila mori fillimisht në një prej betoniereve dhe më pas u përfshin 4 të tjera. Ndërkohë që policia është duke marrë kamerat e sigurisë për zbardhjen e plotës së ngjarjes. 4 betoniere digjen në Fush Dukat, kantieri në pronësi të shtetasit me iniciale TM. Një ngjarje e rëndë është regjistruar gjatë natës rreth orës 2:30 në zonën e Fush Dukatit, ku 4 betoniere të tonazhit të rënd janë përfshirë nga flakët brenda një kantieri pune. Sipas burimeve paraprake, mjetët kanë qenë të parkuara në ambientet e kantierit në momentin e ngjarjes. Menjëherë pas sinjalizimit në vend ngjarje kanë mbritur forcat e policisë dhe shërbimet zjarfikse. Flakët janë përhapur me shpejtësi, ndërsa ngjarja ka ngritur dyshime të forta për zjarrvënie të qëllimshme. Efektivët e policisë dhe grupi hetimor kanë nisur me një veprime të zbardhjes e plotë rreth anave të ngjarjes. Burime nga policia bëjnë me dije se janë sekuestruar kamerat e sigurisë të kantierit me qëllim sigurimin e pamjeve, të cilat mund ndihmojnë në përcaktimin e shkakut të zjarrit dhe nëse kemi të bëjmë me zjarrvënie të qëllimshme apo jo. Hetimet vijojnë teksa janë pikërisht pamjet e sigurisë, të cilat pritet të hedhin më shumë dritë për të përcaktuar edhe rrethanat e ngjarjes në fjalë. Ndërkohë dëmet e shkaktuara në 4 mjetet e tonazhit të rënd janë të konsiderueshme. Edhe një ditë pas ngjarjes, betonierët parkuara në vendin ku përfshin flakët u duken qartë gjurmët e djegjes, ndërsa mjetet janë shkrumbuar thuajse totalisht.